Ky projekt nis kështu. Në fillim u duk si diçka që nuk do ta merrte fare kohë, diçka e thjeshtë dhe diçka që do të përfundonte për çështje minutash. Ishin thjesht disa tabela për të vendosur, disa adhesiv për të ngjitur dhe një reklam 3D që ishte kuti. Pra, gjëra fare të thjeshta. Por, pas provës së parë, kumra që ndriçimi ishte tepër i zbetë. Imazhi dukeshe katror dhe dukeshin tepër drithijet brenda kutisë ndriçimit. Kjo punë nuk mund ndërzohet në këtë mënyrë. Kështu që filluam nga e para. U dufishua sasia e LED-it, u bën kontrollet për çdo lidhje që të evitonin probleme. Dhe pas provave teknike, ishim gati për montim. Pyetja është, por rezultati final, si do duket natën? Atë ja tregojmë tani. A Studio, design, ndriçim, vizibilitet.